Në fshatin Përbreg i Poshtëm, Bashkia Kukës përmes ndërmarrjes së ujësisë kanalizimeve ka ndërhyrë për rregullimin e ujësirësit, duke zgjidhur një nga problemet më të vjetra të komunitetit, mungesën e furnizimit të qëndrueshëm me ujë të pishëm. Ndërkohë, sipas banorëve, ndërhyrjet e fundit kanë sjellë përmirësim të dukshëm në cilësinë dhe në orarin e furnizimit me ujë, duke lehtësuar jetën e përditshme të familjeve që më parë përballeshin me mungesa të shpeshta. Ndërkohë, Drejtoria e Rrugëve Rurale ka vijuar punën për sistemimin e rrugës kryesore të fshatit, duke mundësuar një kalim më të sigurt për automjetet dhe banorët. Punimet përfshin nivelimin e terrenit, përforcimin e shtresave rrugore dhe hapjen e kanaleve kulluese, me synim shmangjen e problemeve që shkaktohen gjatë stinës së rreshjeve. Përmirësimet të ngjashme po realizohen edhe në fshatat Përbreg i Sipërm, Gjexhan dhe Bardociri të njësisë administrative tërëtor, ku po ndërhyret në sistemimin dhe asfaltimin e segmenteve rurale që lidhin lagjet me qendrat e fshatrave. Në një njoftim për mediat, Bashkia Kukës thekson se këto investime janë pjesë e një programi më të gjerë për përmirësimin e infrastrukturës rurale dhe shërbimeve bazë në zonat e thella të bashkisë. Këto janë ndërhyrje që sjellin ndryshim të prekshëm për komunitetin, duke rritur cilësinë e jetës dhe duke lehtësuar qarkullimin e njerëzve dhe produkteve bujqësore, thuhet në njoftim.